dim që raketat e këtij sistemi qëllojnë nga 35 km deri në 150 km, pra ka një rrezikë jashtëzakonisht shumë të gjerë. Bëhet fjalë se kanë rrëzuar 8 dronë, kjo është një nga imazhet e goditjes së dronëve iranian, kanë qenë 8 dronë iranian të lëshuar dhe të 8 janë zgjesuar, nuk dihet modeli i dronëve që janë rrëzuar, po vetëm pak ditë më parë gjatë një sulmi iranian ku bombarduar dhe një spital në Beersheva në Izrael ku u plagosën shumë persona, për herë të parë Irani përdori një nga raketat e tij balistike më moderne dhe bëhet fjalë për raketën Seil-2. Është një raketë balistike me rrezet të mesme veprimi, por e veçantë e kësaj rakete është se është me submunicione. Çfarë janë submunicionet? Siç mund t'i shohim aty, ajo është testata e raketës Seil në këtë rast. Ato janë submunicionet. Do të thotë që testata brenda ka rreth 20 submunicione dhe sipas ushtrisë izraelite, ajo ishte pajisur me rreth 20 të tilla, secila me një peshë prej 2.5 kg dhe shpërthimi i saj ndodhi në një lartësi prej 7 km, çfarë bën shumë të vështirë për sistemet antiajrore izraelite për të interceptuar këtë lloj raketash.